Ja ku jemi përsëri në emisionin ton Sokorteriati midis rreshtave. Sigurisht që në analizat e në vijim, në këtë muaj ku hymë edhe në fushatën elektorale për Parlamentin e ri shqiptar, do jetë edhe fokusi i analizave tona për faktin e rëndësisë së madhe që paraqet kjo ngjarje politike për vendin në këtë situatë dramatike në të cilën ai ndodhet pas 12 vjet qeverisje të Partisë Socialiste. Aktualisht, krerët e Partisë Socialiste, duke filluar nga zëvendës kryeministri, ministra, ish kryetar bashkish dhe ish deputet apo deputet, ndodhen sot ose në akuzë, ose në burg, ose në arati. Është pikërisht kjo situata, megjithatë Partia Socialiste vazhdon premtimet e saj të cilat nuk u mbajtën për 12 vjet. Por, nga ana tjetër, një koalicion i dobët është përballë. Megjithëse i ka vënë një emër të madh siç quhet Shqipëria madhështore, po shikosh përbërjen e saj, në të janë ose njerëz të cilët janë të inkriminuar, ose njerëz të cilët kanë vepruar njësoj si eksponentë e Partisë Socialiste këto 12 vjet, ose janë karagjos politik, ose kufoma politike, të cilët janë harruar përkohësh nga opinioni publik shqiptar. Megjithatë, po të shikosh, në këto muajt e fundit ka pasur një risi, ose le të themi dy risi. E para është krijimi i disa forcave politike, disa të sponsorizuara nga partitë e mëdha, por edhe futja në lojë e votimit të emigrantëve, e cila do ndodhi për herë të parë. Janë pikërisht këta 200 e ca mijë emigrantë të cilët mund të thyejnë autokracinë dhe a favorin, avantazhin e Partisë Socialiste, e cila nga ana tjetër ka një ushtri të madhe të administratës aktuale, e cila ka arritur sot në një shifër të pabesueshme për rreth 200.000 njerëzish. Përfshirë këtu edhe një pjesë të madhe të pensionistëve, të cilët janë hambari i votave të Partisë Socialiste, e cila e mban atë në pushtet me gjithë skandalet e ditëpërditshme, skandale të pabesueshme. Atëre, pyetja që shtrohet është shumë e thjeshtë. Një votues i thjesht, një shqiptar i thjesht, i cili siguron jetesën e tij me punë të ndeshme, për kë duhet votojë? Sot ai ka një alternativë e cila është e qartë dhe shumë e pastër. Është Partia Mundësia. Nëse partitë e mëdha premtojnë me emigracionit për pasaporta evropiane, që do të thotë zbrazje akoma më e madhe e vendit nga të rinjt, nga fuqia punëtore, e cila ka ndodhur tmerrsisht në mënyrë të pabesueshme këto 12 vjet, ku rreth gati 1 milion shqiptar krah pune janë të emigruar në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, në Amerikë dhe gjithandej. Partia Mundësia, e cila për hir të vërtetës Agron Shenën nuk e njoh personalisht, as e kam takuar ndonjëherë, ka një ide e cila është komplet e kundërt. Krijimi i mundësive për të jetuar dhe punuar me dinjitet në atë dheun e tyre të gjithë të rinjtë dhe të rejat shqiptar, të cilët duan ta ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu. Është pikërisht kjo partia e cila ka treguar me fakte gjatë gjithë këtij mandati 48 vjeçar, se është ajo e cila ka bërë realisht opozitën në Shqipëri. Partia Demokratike, si partia e dytë më e madhe, ose ka qenë në gjumë, ose ka bërë pazare politike nga të cilat vazhdon të vuajë Shqipëria me Partinë Socialiste, partinë në pushtet. Në Partinë Mundësia, njerëzit mund të gjejnë mundësinë e tyre të vetme për të sjellë në pushtet, por jo për ta sjellë në pushtet, por qoftë edhe për ta bërë faktor relevant për vendosjen se nga do shkojë pushteti mbas datës 11 maj pas zgjedhjeve. Për këtë arsye njerëzit duhet të tregojnë të pjekur dhe duhet mendojnë për të ardhmen e tyre, të familjeve të tyre, si dhe të fëmijëve të tyre, të cilët po largohen, çka është një ngjarje shumë e dhimbshme për çdo familje shqiptare. Atëre, shikoni dhe reflektoni. Keni një muaj. I provuan të gjitha partitë për 30 e ca vjet dhe e kuptuan se cili është synimi i tyre. Shkatrimi i gjithë strukturave të shtetit shqiptar nga të dyja palët. Dhe është pikërisht kjo, janë pikërisht objektiva antikombëtare të cilat e kanë sjellë situatën në këtë qendje dramatike në të cilën ne jemi sot. Gjithashtu,
Një nga arsyet kryesore pse mundësia duhet të votohet është fakti se në të është e sigurt që njerëzit të cilët do të jenë në struktura shtetërore, nëse do të jenë, dhe kjo varet nga vota juaj, nuk do vjedhin buxhetin e shtetit me miliona, për të mos thënë me miliarda dollar në 4 vitet që do të vinë. Kjo sepse nuk ka nevojë për ta bërë. Gjithashtu kryetari i saj ka treguar përveç të tjerave, përveç konsistencës politike, ka treguar dhe humanizëm të lartë, duke mos marrë rrogën parlament dhe duke ja deleguar atë disa fëmijëve jetim, të cilët kanë vite dhe vite u rritën si rrjedhim i humanizmit të Agronshehajt. Atëre, kjo është analiza për sot, për të mos e zgjatur më tepër, për të mos u çorientuar në premtimet elektorale boshe me të cilat ne jemi mësuar do 34 vjet. Ju falemnderit për vëmendjen. Gjithashtu, ju ftoj të ndiqni edhe dokumentarin e sponsorit ton, për të cilin ne kemi folur dhe herë të tjera, është lider jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan për sa i përket fasonerive. Bashkë miru pafshim, gjithë mirat.